Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Pe bukurisë të islamit të ndonjërit pe jush është që të lash gjëra të cilat nuk të interesojnë. Dhe gjithçka ju vëllezërit e mi që nuk i që nuk ndërlidhet me përmirësimin e vetes tande dhe me rëndimin e peshojës, apo që të peshon peshoja tek Allahu xhelle xhelalu ditën e gjykimit, nga fjalët, nga vepra, nga mendime, nga thëniet dhe të ngjashme pe asaj, ato janë gjëra që nuk të interesojnë vallahi, përdesa nuk të bëjnë dobi në dunjan tënde dhe nuk të bëjnë dobi në ahiretin tënd. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot pe bukurisë të islamit tënd është që njeriu të lënë dhe t'i largohet dhe t'i shmangë gjithçka që nuk i intereson. Kurse gjëja më e madhe që intereson pra njeriu është vetja e tij. Allahu te bareke ve teala gjithashtu thotë ju vëllezër: "Wa ma adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, wal amru yawma idhin lillah." Thot Allahu xhelle wala, ku e dini ju se çka është dita e gjykimit? Përsëri, ku e dini ju se çka është dita e gjykimit? Dhe kjo është një prej formave të librit të Zotit xhelle wala, si tha për natën e Kadrit, ku e dini ju çka është nata e Kadrit? Pastaj ku e dini ju se çka është nata e Kadrit? Pra që njeriu t'ja vendon vëmendjen asaj që vjen pas. Allahu xhelle wala thot: "Thumma ma adraka ma yawmuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a." Atë ditë kur asnjë nefs nuk do të posedon diçka për nefsin e tjetrit. Pra asnjë njeri nuk do të posedon diçka për tjetrin. Wal amru yawma idhin lillah, por çështja në atë ditë e gjitha është e Allahut të madh te bareke ve teala. Dhe në atë ditë të madhe ju vëllezërit e mi, Allahu i madh do t'i vlerëson çështjet në bazë të asaj që ka qenë brenda gjoksit të njeriu, që është zemra. Thot Allahu i madh: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë kur nuk do të bën dobi as malli dhe fëmia. Vetëm kush do t'i shkon Allahu te bareke ve teala me zemër të shëndosh, pra me përmirësimin e nefsit edhe të vetes së tij, dhe me përmirësimin e zemrës dhe me largimin e sëmundjeve të zemrës, e lut Allahu xhelalu ala që të jemi prej tyre.